O hoxh, prishet agjerimi kur të dhunon burri, la ilaha illallah. Nuk të prishet agjerimi, por Allahu e udhëzoft dhe e drejtoft. Agjeruesi është nën kujdesin e Zotit gjithësisë dhe duhet kitë kujdes tepër shumë ai njeri I cili lëndon agjeruesin. Këshilloje që të reflektoj dhe agjeruesi e ka I lutje të pranuar. Unë të këshilloj ty që ta lusësh Zotin e gjithësisë që atë ta udhëzoj, ta drejtoj, të fusë në zemrën e tij mëshirë, rahmet, se kush nuk mëshiron nuk mëshirohet. Dhe përkujtoje me porosinë e profetit alayhis salam që ka thënë silleni mirë me gratë. Zoti e udhëzoft dhe e drejtoft. Bo shumë lutje që Allahu ta udhëzoj.